Policia e Shkodrës ka proceduar drejtuesin e automjetit IL pasi shkaktoi aksidentin një ditë më parë në Velipoj, ku mbetën 3 persona të plagosur jashtë rrezikut për jetën. Në njoftimin zyrtar të policisë thuhet, në vijim të informacionit paraprak të dhëndje për aksidentin në aksin rrugor Velipoj-Shkodër, informojmë se specialistët e qarkullimit rrugor referuan materiale në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin IL, banues në Shkodër, pasi automjeti që drejtonte është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin AA 40 vjeç, banues në Shkodër. Si pasojë u dëmtuan 3 pasagjerë, të cilët morën mjekim në spital dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Po ashtu, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë PUK ndaluan shtetasin NN 30 vjeç, banues në fshatin Gojani Vogël, pasi gjykata e Apelit e Tiranës e dënoi me 2 vjet e 4 muaj burgim për veprën penale kultivimi bimëve narkotika. Nga ky dënim i kanë mbetur për të kryer edhe 6 muaj burgim. Gjithashtu, këta specialistë referuan materiale në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin KK, banues në Shkodër, pasi u kap duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi. Gjithashtu, specialistët për hetimin e krimeve të postës së policisë Theth shpallën në kërkim shtetasin KQ 30 vjeç, pasi dyshohet se ka kryer punime ndërtimi pa leje në zona të mbrojtura në lumin e Shalës. Specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare referuan materiale në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin AG 42 vjeç, banues në Tiranë, pasi ka kallëzuar shtetësja HH 63 vjeçe, banuese në Shkodër, se 42 vjeçari, përfaqësuesi një banke, e ka mashtruar në lidhje me shlyerjen e një kredie që ajo ka marrë në këtë institucion financiar. Materialet proceduriale u referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.